Ja për shembull unë kam 3 nuse, kupton. Edhe ç'bëj tani? Unë ja kam lënë, unë ja kam dorëzuar komplet ato. Tani marr atë pension. Çfarë marrëdhënie keni me nusën? Djemti kam shumë të mirë, Po me nusët, çfarë marrëdhënie keni? shumë mirë. Kaloj aq mirë sepse pse ti them unë nusës se bëj këtë. Ajo i ka të tëra, unë sot jam nesër s'jam. Më mirë, fjallën e mirë, të jenë mirë, të rojnë, të gëzojnë për veten e tyre. Unë jam i kënaqur. Unë si vjerë, kupton që si baba i fëmijëve, unë jam i kënaqur. Pse ti bjem qaf nusës unë? Ti bje kot, ajo e di vetë, shpinë e ka vetë. Unë e kam atjet e sharrat. Ose të fina, më mirë, për i qefin nusës. Djalin e ka, djali le t'i kërkoj vetë llogari. Unë Po djali, çfarë roli ka në marrëdhëniet që ka nusja e tij me prindrit? shumë mirë e ka. Djali, çfarë roli duhet luajë? Nëse ka një konflikt, anën e kujt duhet mbaj? Shiko, po ta marrë barët si ti jetë dhe djali, kupton. Qose djali kupton, ka marrëdhënie me dhe ka dashuri me gruan, kupton, sa i do shkoj jetë me te, po dhe prindet a i do i dhe kufin atje, te thana i themi neve, kupton, nga përmeti, dhe kufin te thana. Edhe i tregon, varet tani si ti jetë edhe djali. Kështu është kjo tani ka ndryshuar ajo, se ishe ndryshe puna jonë atere, kupton, ishin më të sjellur, kishin më kulturë, pa shkollë qenë, po kishin më kulturë, kupton, respektet, kishin respekt madh me njëri tjetrin, sidomos për prindrin, për të vëllain e madh, për të tëra, po tani ka ikur ajo tani, ti më vajzë. Prandaj të jenë mirë fëmijët, të shikojnë jetën e tyre, edhe ne na bëhet qefi, kupton.